Nga kalojnë për të shkuar në banesën e tyre? Ata kalojnë të iku i shi. Kjo burri komshiut. Komshiut të fillin në pijere me pati, të po të kallëzej. Ito për gjamis, që nuk kena të sa vite s'kena ka me hive shimle për borët kushive që na kanë leju. Sa vite keni ju që bini në qafë komshiut për të kaluar në... 3-4 vjet, 4 vjet. Mi thonë falenderit ti, që thojnë, se me qenë vlla, me qenë nuk ja bjeni të. Futemi të shohim se si ti shkon deri në shtëpinë tënde? Po. Hajde. Tu kaloni jo? Ito. Nga kanë këtu i këtë nërë, për punë të ujë, që vjen uji, që mushë ujë që duket vetë. Dhe këtu, shiko, edhe këtu nuk është e lehtë për të kaluar, se nuk është rrugë e mirë fill kjo. Nuk ka kjo rrugë nga halli që të që po më tonë faleminderit. Shiko, nuk e tjerë. Tani, po kur bie shi këtu, sa e vështirë është për fëmijët? I kalej rrumulla ka nej, ka kiri, bregut kirit në maton, dhe vetë bari që është në lakshtin që mushit me ujë. Që dalohet që nuk është. Tani kjo është banesa juaj? Kjo është. Këtë rrugë ju e bëni sa herë në ditë thatë? Për zotin, shkojnë punë nusja, djali, shkojmë të fëmijët në shkollë. Vinë ta që në pavët i prej shkollët të artu, vinë ata prej punit. Ose a dy me dollë me bene së në nëmëra pa prepe. Për zotin 4-5 ditë. Keni çelësin e asaj? Po i zoti shpisë. Po kur nuk është ai, i bie mbeten në jashtë. Unaz, mollë, si thëmë. 3 vjet ky muhabet. 3 vjet ky muhabet, po e kur gjoja. Për rastin e zotit Zef Vuksani, ka dhe banor të tjerë ku kanë banesat e tyre dhe nuk kanë një rrugë në lagjen Ajasëm për të shkuar në destinacionet e tyre. Si i bëhet? Ju falenderoj rrallë parë edhe për intervistën dhe është e vërtet zotnia e kam bidesuar personalisht, e kam taku disa herë. Faktikisht aty është një problematikë mbartur në vite. Është një sipërfaqe toke e cila ka pas pronar. Parcelat janë të ndara, janë të tjetërsuara, por vetë nga mënyra e transaksionit nuk asë janë lanë rrugë komunikimit. Dhe veç thjesht janë lanë këtu do kalosh, po jo me letra. Ana ligjore për ne është i çik problem, është komplekse. Nuk mund të zgjidhet me një të shkuar aty. Ne po flasim këtu e 30 ca vite përpara. Kupton? Nuk ka vjet, s'ka vetëm 3 vjet rrugë janë këtu që mund të hyshtit peja, se unë nuk jam vendali, unë jam prej këneni. Nuk ka asnjë kompleksitet, sepse provën që shkojmë ne atje, është e zaptuar nga disa banorë aty që asnjë po jo sigurojmë 99% nuk ka asnjë dokument të rregullta. I vetmi që kam dokument për nësijet jam unë. Por në dokumentin e kam paraqitur rrallë të tjera. Vle pronën a keni pas këtë rrugën e ngushtë? Këtë rrugën e vogël si këtu? Po si më tash nëse ju jeni predispozion me rregullu e rregulluar. Po unë shoh se nuk keni asnjë lloj predispoziti. Faktikisht nuk kanë bë as edhe një send. Mi 3 vjet që vim në derë. Është drejtë e qytetarit momentin që blen një pronë, me kërku ku e ka rrugën. Rrugën e cakton shteti. Po jo më zotni ti, momentin që blen që pronën, momentin që blen pronën, para sa ashtu merr verifikim do thu ku e kam rrugën e kalimit. Po e kam thënë, po ja ku e ke rruga, ja ku e. Të intereson rruga aty ku do ti apo do një rrugë? Jo, unë vetëm du rrugë toksore. Ku do hap atë rrugë? Sigur ju thash, jena edhe me komunitetin dhe me banorët. 3 vjet jam mos çadere. Nëse do më lanë me fol, të lutem. Tani me komunitetin, me bashkëpunim të lutem prit pak. Sa ku do vazhdoj ky? Ja pra atë pyetje do të komuniteti e ka dhënë. Zefi, të lutem. Atëherë, me bashkëpunim me komunitetin, me mirëkuptimin e tyre, bashkëpunim me ju.
kur do hapet rruga sepse çdo ditë që kalon është në dëm të secilit banor. Ne do i zgjidhim patjetër. Jeni në dieni që aty është një familje që futet tek komshiu për të shkuar tek banesa e tij. Futet tek porta. Në të kundërt, disa. Në të kundërt, nëse komshiu mbyll derën jashtë, ai duhet i bi 3 kilometra larg anës së lumit. Për këtë jeni ndjeni? Shikjo, unë nuk jam ndjeni se ç'a bën njëri dhe tjetri për t'ju duhet dini që s'ka rrugë. Shikjo, po pse na kam prezantuar këtë problem? Jena të investigu për me e zgjidh. Dhe sa kohë i bie të presin këto banor? Nuk ta them unë, nëse kërkon një përgjigje që tham unë mas i jave të ketë kryme, unë nuk du të gënjej. 3 vjet jena 10 familje në rrugë të madhe. Edhe më ke thënë tabaj s'ke bën as edhe një sen. Kam pu letër me shkruaj. Komunikojmë se sot i do fol me zënë kryetarin e bashkisë. Po le të jetë, Allah ka kanë zotë në kryetarin e bashkisë. Edhe jam qytetar si ti. Ti ke për detyrë. Tabaj do ti me bashkinë, me stafin ton. 3 vjet këto janë 3 vjet që janë të pastë. A janë të mjaftueshme 3 vjet për të investiguar atë që thatë ju? Kanë një jetë që e kanë atë pronë, po rrugë. Dhe kanë kalu nëpërmjet pronë Myftinisë. 3 vjet e kusu. Dhe sot u mbyll rruga Myftinisë. Tani si do ja bëjmë? Tani jena të thash për jena në shqyrtim të mundësive për hap rrugë provizore. Atë është ta menosh. More hap ti, je shtet, të hap ti unë nuk mund të shkret. Kam përshtypjen se prononcimi ishte jo vetëm thjesht një afat kohë. Kjo është afatin e kohës nuk një përgjigje. Të lutem, një përgjigje me shkrim. Pse se jep? Pse s'ma jep përgjigje? Atëherë nuk e du me shkrim, ja ku kemi zotërin. Atëherë, të lutem, e du me shkrim. Po ke edhe me video. Atëherë, një kohë, të lutem, të përafërt apo një kohë qoftë edhe të largët, kur mund të hapet një rrugë për këto banor? Do ju njoftoj mi vendimarrjen, mi atë që është konstatu dhe mi afate fikse. Në ngelemi prapë afat. Dhe do e zgjidhim. Edhe kjo mënyrë çastjet që ne na kërkohet llogari patjetër për nesër ose mas nesër nuk ta them unë për momentin. O Alban, nuk doni me ba. Unë ju falenderoj shumë. Jam mirënjohës që keni ardhur me një këtë problemi se është e treta herë që vini jam. Shpresa e fundit ka me tek ju. Po nëse nuk e hapin. Ju betohem që do të marrë karrige, apo ato karrige portative, me të gjithë banorët, 10 familje që janë, që kena rrugën e bllokuar në jasëm, i tu para bashkisë, në këtë pjesë, do të rrim nga mjesi dhe në darkë nokta edhe të protest deri sa të na hapet rruga, në qoftë se e meritojmë ligjërisht edhe moralisht. Atëherë edhe neve do na keni këtu në protest deri sa të merret një vendim për hapjen e rrugës në zonën Ajasëm.